Sigurisht që ndarja prej prindërve gëzim është një prej ndarjeve më të vështira dhe momentet më të vështira të njeriut. Si ka ndiku këtë këty, sepse ndoshta shumë njerëz pas dhimbjes së madhe që e përjetojnë, edhe kjo është pikërisht arsyeja e emisionit tonë, që kur përjetojmë dhimbje të tilla ne prap nuk duhet të dorëzohemi dhe duhet vazhdojmë për të realizuar ato misionet e tona në këtë botë. Si kanë qenë këto momente për ty? Tash normalisht si djalë, si mashkull, domethënë zakonisht marrëdhëniet me babain domethënë kanë qenë pak më normale në kuptim të marrëdhënies domethënë. Por në raport me nanën domethënë ajo është 47 vjet jetës time, nuk ka ndodhur që me dal nga shtëpia me hyrë në shtëpi pa e put nanën. Edhe vdekja e nanës normalisht ka qenë momenti im më i vështirë në jetë. Për shkak që e kam humb mbështetjen më të madhe që e kam pas. Nuk ka fjalë me shpreh atë dashuri që nana e ka pas për mua. E ka pas një shprehje, ndoshta është kjo pak nga aspekti fetar, ka pas shprehjen Allahu nal gëzimi poshtë. Edhe po gëzimi se ka lënë nanën asnjë moment, domethënë mund ndje keq, me i dhënu apo me rëndu diçka me fjalë, për shkak që e kam pas mbështetjen më të madhe në jetë. Unë besoj që edhe asaj ja kam dhuru pjesën më të bukur të jetës. Posaçërisht kur u bana edhe prind vet, edhe nana jeme, domethënë deri në moshën 16 vjeçare të vajzave të mia, nuk ju ka nda. Domethënë vajzat e mia janë rrit me nënën time për çdo ditë. Nuk është shumë e vështirë me gjetë fjalë për atë marrëdhënie. Po ajo çka ka gjetë nana jeme, domethënë është ka gjetë pjesë teme të fëmijët e mi. Edhe ato domethënë e kanë përjetuar shumë rënd, domethënë